Do të njemi tani më gjërësisht në 15 vjetorin e vrasjes së 4 protestuesve të pafajshëm. Me 20 janar, Kryeministri Edi Rama zbuloi se një nga arsyet pse kjo majorancë mbështeti reformën në drejtësi ishte ndëshkimi i përgjegjësve me pushtet. Përballë familjarëve të vrarve nga plumat e shtetit të Sali Berishës, Rama nuk fsheu zhgënjimin ndaj SPAK që nuk e jetoi masakrën e 21 janarit derisa Strasburgu e quajti krim të pasbardhur shtetëror. Gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. 15 vite nga protesta e përgjakshme e 21 janarit, 4 të vrarët në bulevard nga plumbat e shtetit janë dëshmorë të atë dheu, por drejtësia për ta ende nuk është vënë në vend. Krimin e pandëshkuar shtetëror për jetët e humbura të 4 qytetarëve të paarmatosur, kur në 2011 u thiqte protestën e opozitës, sot Edi Rama e dënon ende, prej 13 vitesh kryeministër. Nuk ka mjaftuar as vendimi rënqethës i gjykatës së drejtat njeriut në Strasburg, më shumë se sa 2 vjet më parë, që prokurorët special të kësaj republike t'ja kishin kërkuar deri tani gjykatës speciale drejtësinë për 4 vrasjet shtetërore të 21 janarit, me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh. Zbardhja e 21 janarit ishte një prej arsyeve themelore pse kjo majorancë mbështeti reformën në drejtësi, tha kreu i qeverisë, por për strukturat e reja që kjo reformë prodhoi, nuk e fshesh gënjimin. 20 janari, si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë sonë për ta çuar përpara të reformë, e pa imagjinueshme për mua. Asnjë akuzë vërtet për 21 janarin, fatkeqësisht për vite me radhë. Edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Zotimi për drejtësi, megjithatë, Rama tha se është një përgjegjësi që është mbajtur. Duke ngritur SPAK-un dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj. Deri kur drejtësia e re nuk do të ketë bërë gjyqin e 21 janarit, theksoi kryeministri, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. 21 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Rama kujtoi se si protestuesit u qelluan në plumba të vërtet, teksa ishin me duar në xhepa nga godina e kryeministrisë ku brenda saj qëndronte Sali Berisha e në tarrac ministri i brendshëm i kohës Lulzim Basha. Turma e zvogluar ndjeshëm në bulevard nisi shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtetë. Në një takim përkujtimor në nderim të 4 të vrarëve në kryeministri, kreu i qeverisë, ministrat, grupi parlamentar socialist e familjar të Ziver Veizit, Hekuran Dedës, Alex Nikës dhe Faik Myrtajt vendosën lule dhe bën homazhe në vendin ku 4 pllakata përjetësojnë kujtimin e tyre në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Teksa materiali na njohu me detajet në këtë 15 vjetorin, do të flasim në studio pikërisht për këtë çështje me avokatin e njohur Frandashi. Përshëndetje, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për ftesën. Avokat, një ngjarje padyshim shumë e rëndë, teksa edhe familjarët pas 15 viteve kanë ende shpresa ose bëjnë thirrje drejtësisë që të funksionojë ajo në të gjithë formën e saj, në 100% e saj, gjë e cila me sa duket nuk po ndodh. Pse? Është kjo një lojë politike? Çfarë po ndodh konkretisht që pas kaq shumë vitesh ende nuk kemi drejtësi për 4 viktima? Po të flasim në gjuhën juridike, një fillim i mbar ashtu një përfundim i mbar. Normalisht unë do mendoja si jurist që nuk ka filluar mbar problemi i zbardhjes së vërtetës të ngjarjes vrasjes së 4 të pafajshëve me 21 janar para 15 vitesh. Po marrim faktin më konkret. Ish kryeprokuroria e përgjithshme Edi Rama nxorri 4 urdhë në arrest për gjithë zinxhirin komandues të Gardës së Republikës,
Drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit i kthej mbrapsht për plotësime jo atësie, jo mbiemri, jo datëlindje, se nuk ishin sakta. A kishte mundësi prokurora e përgjithshme për 1 gjyqësorët me identifikuar gjithë dhënat e sakta të gjithë zinxhirit komandues që kishte nxjerrë urdhër mbrojtje dhe për t'i riparuar dhe për të lëshuar urdhër mbrojtje. Nëse policia e shtetit nuk i ekzekuton urdhët e ndalimit, kishte gjithë të drejtën ligjore, prokurora e përgjithshme, për të arrestuar shkaktarët që pengojnë arrestimin dhe zbatimin e urdhrave të ndalimit të organit procedurial të hetimit. Kjo pastaj çdo gjë filloi duke u zbe, kaloi çështja nga hetimi në gjykim, u mori pandehur vetëm një oficer i gardës, një Agim Lupo, edhe askush tjetër. Pastaj, pas disa seancash gjyqësore, u mori pandehur edhe Andrea Prendi, antar i drejtuesi i Gardës Republikës. Njëri u dënua me 1 vit burg, tjetri u dënua me 2 vite burg. Që për mendimin tim, prokuria ka bërë një punë sistematike në atë kohë, jemi të saktë sepse ka kërkuar masa tash për dënimi, por këto erdhën duke u zbutur në gjykatën e shkallës parë, erdhën duke u zbutur edhe në gjykatën e lartë, dhe përfunduan njëri 1 vit burg, tjetri 2 vjet burg me shtesa, u liruan dhe ikën dhe u harruan. A është mjaftueshme për 4 viktima? Për 4 viktima, minimalisht duhet ishte gjithë zinxhiri komandues i Gardës Republikës, edhe drejtori dhe nëndrejtori i policisë shtetit të asaj kohe duhet ishin pas hekurave. Të asaj kohe. Për mendimin tim. Por si funksionon të vërtet? A nuk ma në përgjithësi individi që jep urdhër? Pra nuk është kjo, po them, një mburoj politike së pare, një urdhër politik dhe pastaj në zbatimin e gjithë institucioneve varse, rasti i Gardës, konkret apo dhe ministrisë. Tani Garda dihet që shkon me atë që drejtoi pushtetin. Në atë kohë ishte në pushtet Sali Berisha, me PD-n, Garda komandohej nga Ministria e Punëve të Brendshme që drejtohej nga kryeministri asaj kohe Sali Berisha, dhe vetë kuptohet që edhe politika fut hondet në sistemin e drejtësisë, pse të mos jetë një sistem drejtësie i pavarur. Të them vërtetën, prokurorët e Spakut, pjesa më e madhe e tyre, po punojnë dhe do ngelet një ndër figurat më të shquara drejtësisë shqiptare edhe për brezat e ardhshëm që do vinë, figura e ish kryeprokurorit Aldin Dumani, i cili theu mitin e të paprekshmet. Arrestoi, çoi prapahekurave ata që mendoi që nuk do shkonin kurrë, dhe sot, pavarësisht se ai nuk është drejtues prokurie, ka detyrim moral që atë organ që e drejtoi për 3 vjet të shpalosin gjithë dinamikën e tij dhe gjithë aftësitë e tij për ta ndihmuar dhe drejtuesin e ri, se ka qenë koleg që të dy bashk, që të arrijnë rezultate edhe të mëtejshme në raport me rezultatet që zoti Dumani ka arritur për 3 vite si drejtues i Spakut. Çfarë po ndodh sot? Besoj që prokurori që po ndjek çështjen e 21 janarit, po ecën me shpejtësi, dhe besoj që do ketë rezultate konkrete, mendoj që do ketë edhe arrestime. Për çështjen e 21 janarit. Do ketë arrestime për këtë çështje? Mendoj që do ketë arrestime. Janë 4 viktima. Mos të harrojmë se njëri nga 4 viktimat, edhe djali i tij pas 4-5 vitesh bëri vetvrasje në Fier, sepse u sforcua duke pasë s'po merr drejtësi për babajn, krijoi vetvrasje. Dhe gjitha ato familje të 4 dëshmorëve të 21 janarit kanë kaluar trauma shumë të mëdha, bashkëshortet apo fëmijët apo prindërit e moshuar, dhe është momenti historik i Spakut për të zbardhur ngjarjen e 21 janarit dhe për të vënë prapahekurave të gjithë personat përgjegjës që kanë shkaktuar këtë tragjedi në Shqipëri. Kur besoni që ka arrestime, për kë besoni që do të ketë? Besoj që 2 persona u dënuan, besoj që mund të rikthehen përsëri hetimet, qoftë për ish komandantin e Gardës, qoftë edhe për oficerin që qelloi, por është folur shumë edhe për komandantin e zjarrit, i cili u bë pas si la detyrën Gardë kryetar bashkie, u bë dhe deputet, për mendimin tim edhe ai duhet merret në përgjegjësi penale dhe Spaku duhet ta hetojë
deri në bërtham pozicionin e tij gjatë asaj dite dhe ditët në vazhdim, derisa është larguar nga Garda Republikës. Le të jetë deputet i mazhorancës, le të jetë deputet i opozitës, pa rëndësi ka. Spaku nuk pyet. Spaku merr provat dhe nuk pyet për emra. Kjo është një sinjal shumë pozitiv për Shqipërinë dhe shqiptarët, por të mos harrojmë se Spaku mbështetet totalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës fusin duart në problemet e Spakut, por japin ndihmë juridike, qoftë me eksperiencën e tyre, qoftë duke i dërguar prokuror dhe oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit për specializim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për eksperiencë. Avokat, sot kemi patur deklaratat respektive nga të dy liderët e forcave politike, kryeministri Rama i Partisë Socialiste dhe lideri historik i Partisë Demokratike, zoti Berisha. Të dy në distancë akuzonin ndër të tjera njëri tjetrin. Rama që thoshte protestuam në mënyrë, po themi, demokratike dhe me të drejtë demokratike për protestuar, ndërkohë ende mas kaq vitesh përfaqësuesi ai që dha urdhrin nuk është në duart e drejtësisë, pra i referoi zoti Berisha. Nga krau tjetër, Berisha doli me një skenar të ri. Protestuesit qelluan me plumba drejt meje, garda zbatoi vetëm ligjin. Tani janë dy liderit kryesor sot për sot në Shqipëri dhe kanë vite që sondojnë politikën shqiptare, ose dy forcat politike, PSL dhe PD. Unë nuk dua të mbroj asnjërin dhe s'dua të bëhem avokat i asnjërit. Unë po flas në pozicionin procedural si jurist. Pozicioni i Edi Ramës me demonstruesit është ndrysho si dita me natën me pozicionin e ish-kryeministit Berisha me Gardën e Republikës. Sepse protestuesit mund të kenë, nuk them që s'kanë qelluar policinë, kanë sulmuar policinë me disa huj, me disa gjëra me gur, me gjëra në mënyrë spontane, por është përdorur arma e zjarrit. Arma e zjarrit është përdorur jashtë rrethimit të kryeministrisë. Pra, të katër protestuesit kanë qenë jashtë rrethimit. Ky është fakt. Është fakt i pamohshëm. Dhe Berisha le bëj deklarata sa doj, kryeministri ka detyrim ligjor dhe moral përpara katër familjarëve të katër protestuesve që të investohet si mazhorancë parlamentare dhe qeverisëse për t'i ofruar gjithë ekspertizën dhe ndihmën me prova dhe fakte përgërisë posaçme për të zbuluar autorët e vërtet dhe për t'i vënë pas hekurave kush do të jetë ai. Spaku nuk njeh kufi. Spaku nuk gjykon dhe nuk heton me emra, heton me prova dhe fakte. Kush do të jetë? Presidenti, kryeministri, ish-presidenti, ish-kryeministri, prokuroria posaçme nëse gjen fakte dhe prova të vënë bankën e të akuzuarve. Biles, të kërkoj ndjes për një parantezë shumë të shkurtër në lidhje me Gërdecin, unë do i kërkoja përgjegjësi posaçme përse nuk del me një masë sigurimi ndaj Fatmir Mediut. Qoftë një masë e lehtë, ndalim për dalja shteti për të bllokuar pasaportën. Java 7, Fatmir Mediu 8 në Amerikë. Shkon dhe bën foto me kongresmen, me këtë gjej aty në shtëpitë bardh, edhe burra për të impresionuar prokurorin posaçme. Do i bëj thirrje nga kjo studio Spakut. Urgjentisht të nxjerr një masë sigurimi për ndaj Fatmir Mediut. Ti bllokoj pasaportën, ta hetoj, ta gjykoj, në fund nëse deli pafajshëm, merr pastaj pasaportën, vazhdon jetën e vet parlamentare edhe kthehet, zbulohet e vërteta se si funksionon. Por të akuzosh për 2 vepra penale të rënda dhe të mos dalsh me një masë sigurimi. Vepra penale ndaj Fatmir Mediut në raport me veprën penale të doktor Berishës ndryshon si dita me natën. Për doktor Berishën u mor masë sigurimi detyrim për të paraqitur policisë gjyqësore, pastaj arreshtpije, dhe sa ndaj zotit Fatmir Mediu as i masë sigurimi. E përsëris për të herë, i bëj thirrje drejtuesve të Spakut të dalë me një masë sigurimi për Fatmir Mediut. Ndërkohë, nëse ndalemi për të mos, patjetër e kuptoj edhe ju mirë kuptoj, për të qëndruar edhe pak thelbi të ditës së sotme, në kuadër të asaj çka ka ndodhur, 4 viktima. Cilat janë masat dhe masa më e madhe që mund të jepet ose dënimi që mund të shkojë? Për mua veprat penale janë shumë të rënda, sepse janë vrasje shtetërore nga pakujdesia apo nga kujdesia, atë heton prokuroria dhe arrin në përfundim prokuroria. Janë masa ekstreme që i kalojnë mbi 15 vjet burgim. 15 vjet burgim. Mbi 15 vjet burgim.
por i ngelet prokurisë, masit përfundojnë hetimet, dhe do ngelet gjykatës pastaj për të vendosur, por janë shumë të rënda, janë 4 viktima. Dhe 4 viktima dhe asnjë në burg është fatkeqësi shumë e madhe. Është fatkeqësi. Në qoftë se Spaku sot don ta tregojë veten se kush është, ka momentin më të bukur historik për ta treguar vetveten çdo prokuror dhe oficer i Byros Kombëtare të Hetimit. Në kuadër të procedurës, sa zgjat afati kohor i hetimeve, i çështjes? Me sa kam informacion, punë javësh, hetimet do mbyllen. Dhe do kaloj çështja për gjykim. Do thirrën autorët përgjegjës, që do identifikoj prokuria, do të komunikoj akuzat, bashkë me avukatët e tyre mbrojtës, dhe do vazhdoj pastaj procedura gjykimit. Besoj që punë javësh, jo muajsh, po punë javësh, Spaku do arrijë një përfundim, sepse nga momenti që gjykata e lartë ka kthyer dhe ka urdhëruar Spakun për hetim, po ecën me shpejtësi hetimi i ngjarjes 21 janarit të vitit 2011. Ndërkohë, avokat, në kuadër të zvarritjes së bërë të kësaj çështje, duhet të kenë familjarët besimin se do të ketë një rezultat pozitiv drejtësie së Spaku për familjarët e tyre që humbën. Deri në momentin që gjykata e Strasburgut dha një vendim okej që duhet hetohet kjo çështje, me të thënë të jemi sinqert, i kam parë shumë të shqetësuara në të gjitha intervistat, por nga momenti që gjykata e Strasburgut e kthei çështjen për rigjykim dhe gjykata e lartë urdhëroi Spakun për hetim mëtejshëm, edhe familjarët e viktimave në çdo intervistë që ata kanë dhënë, i kam parë çik më entuziast dhe më besim plot për zbardhjen e të vërtetës. Kryesisht një rol aktiv po luan edhe xhaxhai i Alex Nikës, i cili ka punuar në organet e sistemit të drejtësisë dhe një shumë mirë si hetimin e çështjes, edhe ai po jep një kontribut shumë të shmuar, duke ndihmuar prokurin me fakte dhe prova, pse jo dhe disa gazetar investigativ për zbardhur të vërtetën. Është e mundur që të ketë rikthim të provave, njëjtë sikur se ishte edhe rikuperimi i serverave të kryeministrisë? Po ne tani nuk jemi të njohur me provat e Spakut, po çka kemi mësuar nëpërmjet edhe gazetarëve investigativ, është një provë shumë e fuqishme që është rikuperuar qendrat e kamrave të sigurisë dhe aty mendohet dhe flitet që është një provë e pakontestuar për cilën do të jap zgjidhje përfundimisht problemit ose ngarqit të 21 janarit. Urojmë që të ndodhë kështu. Ndërkohë Spakun, në një koment fundi se jemi në mbyllje, e vlerësoni si të njëjtin fuqi institucioni për vijimin e punimeve, edhe pse është ndryshuar leadershipi? Çdo prokuror i Spakut dhe çdo oficer i Byros Kombëtare të Hetimit dhe çdo gjyqtar i gjykatës kundër korrupsionit, qoftë shkallën e parë, qoftë në apel, unë u jap vlerësime pozitive dhe ju them vazhdoni në rrugën e mbar, sepse pas vetes keni shqiptarët, keni edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit edhe juve.